Falëndërimi I plot dhe I përkryer I takon vetëm Allahut, mëshira e të cilit është e pakufishme dhe I cili pranon pendimin e robërve të tij, sado të mëdha të jenë mëkatet. Përshëndetje dhe bekimet më të sinqerta I dërgojmë pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili na këshilloi që të mos e shtyjmë kurrë pendimin dhe na dha shpresë me ajetin se Allahu I fal të gjitha mëkatet. Të dashur vëllezër, xhamat I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është për pendim, koha është me njëherë. Njeriu është I prirur të shtyjë të mirën dhe pendimin, se këtë e vërteton Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu kur thot në Kur'an, por njeriu dëshiron të bëj mëkate sa është gjallë. Ibn Abbas radiallahu anhu, duke I shpjeguar këtë ajet, thot se kjo I referohet njeriu që vazhdimisht mëkaton, ndërsa pendimin e shtyn duke thënë do të pendohem. Kështu vepron derisa t'i vijë çasti I vdekjes dhe vdekja do ta gjejë në një gjendje më të keqe dhe do të vdes ashtu. Jarir bin Dahak transmeton nga Ibn Abbasi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kanë humbur ata që e shtyjnë pendimin. Njeriu është I obliguar t'i pendohet Allahu xhalla shanuhu në çdo çast, në mënyrë që vdekja ta gjejë si pendues. Allahu xhalla shanuhu e pranon teuben, sepse e thot, ai pranon pendimin e robërve të tij dhe fal veprat e këqija. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu fal të këqijat e njeriut nëse ai pendohet. Dhe pendimi përfshin ndjenjen e sinqertë të keqardhjes në zemër, kërkimin e faljes me gjuhë dhe vendimin e prerë për të mos u kthyer më në atë mëkat. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton dhe tregon se Muhamedi alayhi salam e përmendi portën e pendimit, e Omeri radiallahu anhu e pyeti: o I dërguari I Allahut, çfarë është porta e tëubës? Ai I u përgjigj: ajo portë është e hapur që kur Allahu I krijoi krijesat dhe do të mbetet e hapur deri ditën para se dielli të lindë nga perëndimi. Asnjë rob I Allahut nuk pendohet sinqerisht, e të mos hi pendimi I tij në për atë portë. Muadh bin Gjebeli, duke dëgjuar këtë, thirrë: për ti do të sakrifikoja baban e nënën, o I dërguari I Allahut. Po që është pendimi I sinqert? Ai tha: pendimi I sinqert është kur mëkatari pendohet për atë që ka bërë dhe nuk kthehet më në të. Në disa koleksione hadithesh, Zuhriu transmeton se Omer ibn Khattabi hiri tek I dërguari duke qatë. I dërguari e pyeti: pse po qan? Ai tha: o I dërguari I Allahut, tek dera është një I ri që qan dhe më ka coptuar zemrën. I dërguari tha: mos e lëni atë, o Omer. I riu hiri duke qarë, e I dërguari e pyeti: pse po qan? Ai tha: o I dërguari I Allahut, më kanë pikëlluar mëkatet e shumta dhe kam frikë se Allahu xhalla shanuhu është hidhëruar me mua. Ai e pyeti: a I ke shoqëruar Allahut dikë? Tha: jo. E ke vrarë dikë pa drejtësisht? Tha: jo. Allahu do ta falë, tha, mëkatin tënd, edhe nëse është I madh sa 7 qetë, 7 toka
dhe malet më madhështore. I riu tha: o i dërguari i Allahut, mëkati im është edhe më i madh, më i rëndë se 7 qetë, 7 toka dhe malet. Ai e pyeti: a është mëkati yt më i madh se arshi? Tha: po, më i madh është. A është më i madh se mëshira dhe falja e Allahut? I riu u përgjigj: Allahu është më i madh dhe më madhështor. Askush posti nuk fal mëkate të mëdha. I dërguari i Allahut tha: më thuaj, cili është mëkati yt? I riu tha: më vjen turp ta them, o i dërguari i Allahut. Tha: thuje. I riu tha: unë kam hapur varre për 7 vjet dhe kam vjedhur gjëra të vlefshme nga to. Pastaj vdiq një vajzë e re nga ensarët, i hapa varrin, e nxora nga qefinet e saj. U largova pak, por shejtani nuk më la të qej dhe më mbushi me mendime të liga. U ktheva tek ajo dhe e përdhunova. Nuk isha larguar shumë kur dëgjova një zë që tha: mirë ti, a nuk u tërbrove prej atij që merr llogari ditën e gjykimit? Ai do t'i jap secilit hakun e vet. Më lej lakuriq mes të vdekurve dhe të papastër para Allahut xhaleshan. I dërguari u ngrit duke mbajtur kokën me duar dhe tha: mëkatar, ti je më i nevojshmi për zjarrin e xhehenemit. Largoju prej meje. I riu doli duke u penduar thellë. Kështu kaloi 40 ditë e net duke u penduar, duke qarë, duke u përullur para Allahu xhaleshan. Kur mbaroi natë 40, ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: o Zot i Muhamedit, i Ademit dhe i Havës, nëse më ke falur, bën që këtë ta di Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij. E nëse jo, më dërgon një zjarr nga qielli që të më djegë dhe të më shpëtojnë nga dënimi i ahiretit. Ati erdhi Gjibrili tek i dërguari i Allahut dhe i tha: o Muhammed, Zoti yt të përshëndet. Ai është paqja, prej tij është shpëtimi dhe tek ai kthehet çdo gjë. Gjibrili pastaj vazhdoi: Allahu i lartësuar tha të pyet: ai krijove ti krijesat? Tha: jo, Allahu i krijon mua dhe ata. Ai furnizon ti? Tha: Allahu më furnizon mua dhe ata. E pranon ti pendimin e tyre? Tha: Allahu e pranon pendimin tim dhe të tyre. Allahu thot: falja robit tim, sepse edhe unë ja fala. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thiri të riun dhe e gëzoi me lajmin se Allahu xhaleshanhu ja kishte pranuar pendimin. I dërguari i Allahut thot se ajeti që më së shumë t'ju jep shpresë njerëzve është ky: o robrit e mi, që i keni bërë keq vetës suaj, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahu xhaleshanhu. Allahu vërtet i fal të gjitha mëkatet, ai shumë fal dhe është mëshirues. Allahu xhaleshanhu e fal secilin që pendohet sinqerisht. Dhe sinqeriteti i saj është pendim i vërtet në zemër, shqiptim i pendimit me gjuhë dhe largim i plot nga mëkati për cilin pendohem. Natyra e njeriut do të ishte që të mëkatonte deri në fund të jetës dhe pastaj të pendohej. Por me urtësinë e krijuesit, askush nuk e di fundin e vet. Prandaj shtyrja e tëubes
është e papërgjegjshme dhe fatale për njeriu. Pavarësisht çfarë mëkati ke bërë, kthehu, pendoju, sepse Allahu xhalla shanuhu të pret me gëzim në përqafimin e mëshirës së tij, të pakufishme dhe të thret drejt faljes së tij pa kufi. O Zot lartësuar, na bën të vetëdijshëm për mëkatet tona dhe na bën pendues të sinqert ndaj Teje. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.